Dita e njëte, dita e tregut në Tetov. Pleqt që moti kanë thënë që në tregjet e Tetovës vetëm nën e baba nuk mund të gjesh, të gjitha të tjera ti ke. Në këtë pjesë të qytetit ndër vitesh njihet si pazari grave. E njëtja shton gjallërinë dhe fluksin e njerëzve, por dilema që shtrohet është se çfarë impakti ka ky treg, si për blerësit ashtu edhe për shitësit. Si ju duket pazari sot? Edhe gjithë duket pazari, vera. Shtrejta shumë. Si ju duket dita e pazarit sot? Hiç bo. Çmime si ju duken? Shtrejt shumë. O zash më. A i gjeni të gjitha në këtë treg? Po, çto që të konë nuk marrën. A e mbani mend pazarin para 40 ose 50 viteve, si ka qenë? Un pazar kompono kanë në Beograd kompono pazar. E ti pazarin shumë. Dhe si ka qenë? Shumë më. Mama. Shej që. Qesin duket ko e keqe pak. Po çmimet si ju duken? Çmimet janë njëjta janë, nuk ka ndryshuar gjë, nuk ka lirime. Po ka disa gjëra, që unë vetëm i shlova këto diçka ka, ama kështu që e ka bashkë. Jeshil gjithë këto emishatet i ka barë edhe. Si ju duket dita e pazarit sot? Katastrofë. Pse katastrofë? Po që pak ose edhe pak më herët, popullatës është pak se si ftoftë. Po çmimet si ju duken? Çmimet mos vetë, çmimet katastrofë shtrejnë si me ndoni, a kështu të me jetua. Thuj se po mund të edhe që po shka. Pazari, në 3 vende janë ndru vendi i pazarit, para 50 viteve. Ama, po normal, që atëra ishë lirë, marke Gjermonit ke e fort, jeta ke lirë, jetesa ka me e butë, me e mirë, me e dashët, ma të përbashkët populatet. Tash ke telefonin shok më të ngushtë. S'ke, tash as misafir, as shok, as kandi. Me shaj. Po çmimet si janë? Në reale janë. Hiç kur gjo. Po çmimet si ju duken? Për mu nuk janë shtrejta, për tjerët janë shtrejta. A mendoni që në këtë pazar mund të gjeni gjithçka? Jo. Jo? Po në Tetov e mbani mend pazarin para 40 viteve, si ka qenë? Shumë më i madh ka qenë. Tash as zvoglo krejt, s'ka njerëz. Ka qenë më Për mirë? para pinë që që i tepër, deri këto në ta desh 2 orë, se ndilë shqipi njerëzive. Tash s'ka kur gjo. Super, Mirë? Po çmimet si ju duken? shmimet i dinin edhe vetë. Shmimet janë pak të nalte, ne? E çka mendoni, a mund të gjeni gjithçka në këtë pazar? Janë lidhë, ama pare s'ka. Pare s'ka. Pare s'ka. Jo, Si ka qenë? Mund të na përshkruani pak? shumë më i mirë. Më i mirë? Edhe pare, edhe punë, ambient kishte, këtë merë. Po. Se dhej si të tonë, se dhej. Po çmimet si ju duken? Çmimet janë normal, kërë që sendet janë vitove. E atër pazari atëshëm nuk bëjnë asë njerë. Ta kanë ma ndryshe ka kanë. Ta shka se srincaj, se normale çmimet janë, si dhe si të. Mund na tregoni si ju duket dita e pazarit sot? Sot dita e mirë ke, po pak koha u prish me shijene. Po çmimet si ju duken? Çmimet reale. Reale? Reale. Në këtë kotit kishe krejt mira. So shtrejt. 100 denar 1 kilo salata, 120 patligjoni. So shtrejt. Më duket që krejt i kikto. Pra 30 vite so kon kjo bollokima. O kon veç kompire dhe qep. Apo? Shtash është krejt që si sheneve. Sidomos për Ramazan. Po duket krejt, të natë mirë. E përpora, 25 vjetë, 28 vjetë i bëjmë pazar që janë konë. Regullisht, që kështu së konë. Shki bollok së konë asë njëherë.